referuar të gjithë këtyre komponentëve që numëruat tani në fund, a ekziston edhe mundësia tek surprizat e zgjedhjeve të parakohshme? Po, unë mendoj se edhe zgjedhjet e parakohshme janë shumë të mundshme. Janë të mundshme për shkak se jo se VMRO do përmëne ka një rezultat të mirë në këto zgjedhje. VMRO-ja ka diku 130.000 vota më pak se sa vitin e kaluar që mori. Vitin e kaluar mori 430.000 vota, tash ka marrë vetëm 300.000 vota. Pra, ka një rënje shumë të madhe. Po, çfarë mund ta shti VMRO të përmënen që të shkojnë në zgjedhjet parakohshme është fakti se edhe LSM-ja ka rënje. Pra, LSM-ja është në një dezorganizim total. Pra, kemi një udhëtësi e cila është anemike, është pa fokus, pa energji, pa vullnet që të bëjë diçka. Mbron vetëm bizneset e njerëzve që janë rreth kryetarit dhe të kryetarit. Kështu që nuk ka ndonjë shenjë se ajo mund të ribëhet ajo parti. Nga ana tjetër, Levica që vlerësoi se do të ishte një zëvendësim për LSM, si në rastin e Greqisë, kur PASOK ra dhe u ngrit Siriza si parti e re. Por kjo nuk ndodhi në këtu te ne, për shkak se Levica nuk u ngrit. Nëse matematikat brenda VMRO-s do ta tregojnë se do të fitojë më shumë se 58 deputet, ajo do të shkojë në zgjedhjet parakohshme. Do të shkojë edhe për një arsye tjetër, do të shkojë për shkak se nëse do të ketë ndërmend të përmbush parakushtin kryesor për hapjen e negociatave, për çeljen e negociatave, që është ndryshimit kushtetuese në përputhje me propozimin francez, atëherë do t'i duhet një mandat i tërë, pra nuk mund ta bëjë në gjysmë mandati. Për shkak se ajo do të ishte një strategji e gabuar partijake. Ajo do t'i duhet një mandat të tërë që ta amortizojë me kohë këtë kompromis që ta bëjë. Dhe këto janë tre arsye që mendoj se do të ketë zgjedhjet parakohshme.